Miqtë e mi, përshëndetje. Një fjalë e urtë thot: vera është tallse dhe pija dehse. Por personazhi i historisë sonë të sotme e kishte harruar fare këtë thënie. Një natë dimri, ai po jepte makinës i dehur në një nga rrugët e New Jerseyt. Ishte me 80 km/h, por del nga rruga dhe bie poshtë një ure. Ndim! Ndalo! Ej, çfarë po bën këtu Armi? Mos më thuaj që ke rënë poshtë urës me makinë. Me makinë kam rënë, por nuk më intereson makina. Të lutem më dërgon në spital. Dhe të futëm në telashe me policin pastaj, ë? Harroje. Por e hodha unë makinën poshtë, jo ti. O si pra, dhe ti tani më kërkon të largoj nga skena aksidentit, ë? E diti që mua më fusin në njëherë në burg po ta bëj këtë? Të lutem lërm të futem në makinë, të lutem. Kam ngrirë tëri. As që bëhet fjalë plako dhe mos e prek makinën. Nuk mund të marr me vete. O si e ke halli ti? U kam nevojë për ndihmë. Shiko, unë jam nisur drejt qytetit Atlantikut. Sa po të mbrij atje do të dërgoj dikë që të ndihmoj. Në rregull. Unë do të kem vdekur deri atëherë. Nuk e shih se sa ftohtë që është. Po mirë, merr këtë mushaman kundra shiut. Mund ta përdor si batanie. Po mua nuk më duhet një batanie. Kam nevojë vetëm të më çosh në spital, të lutem. Më vonë do të shkosh në spital. Të thash që sa po të mbrij në qytet, do të dërgoj një ambulancë. Po ndihni të lirë nga pranga të radiodramatizimin e historive të vërteta njerëzore. Janë këto histori që përcjellin lajmin e mirë në botë. Ato janë prodhuar në Chicago nga Pacific Garden Mission dhe vinë për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë. Sot për transmetim ju të ndiqni programin me numër 311. Programi që ju bën të përballeni me veten dhe të mendoni. Duroni edhe pak, zotri. Shumë shpejt do t'ju dërgojmë në spital, por mos lëvizni, mirë? Nuk mundem. Po ngri. Kur të jeni brenda në makinë nuk do të keni më ftohtë. O, zotri, por ju jeni imbuluar i tëri me balë të ngrirë. Tu keni sikur keni veshur një parzmore. Shikoni, tani do t'ju fusim brenda dhe do t'ju mbulojmë. Jeni gati? 1, 2, 3. Ngrijeni. Pas ka piraj shumë sa nuk e kupton që po ngrim për vdekje. Ashtu si ka përfunduar makina e tij, është me fat që është ende gjallë. Kjo ishte një natë e zezë për personazhin e historisë sonë të sotme. Megjithatë, ai arriti të mbjetonte. Gjatë kësaj kohe shërbente në flotën detare dhe atë natë ishte duke i dhënë makinës së shokut të tij. Shumë njerëz heqin dorë nga alkooli pasi përballen një herë me vdekjen. Por me personazhin ton nuk ndodhi kështu. Kjo është historia e vërtetë e Alexander Thompsonit, e marrë nga doset klasike të lirë nga prangat. Ky dëshmi tregon se si zemra, mendja dhe jeta e tij u bën të lira nga prangat. Isha 14 vjeç kur u deja për herë të parë, dhe ishte natën e vitit të ri. Në shtëpinë tonë alkooli ishte si ujë. E vetmja gjë që prindit më thoshin ishte: "Ti je ende i ri për të pirë." Nëna mbante gjithnjë një shishe me whisky në dollapin e saj. Dhe kur mbusha 16 vjeç, ja piva. Në shkollën e mesme luaja futboll dhe pija sa herë që më jepej mundësia. Vitin e fundit nuk më lejuan të luaja më për shkak të notave të dobta, kështu që hoqa dorë nga shkolla dhe u bëra pjesë e flotës detare. Pas kampit të trajnimit, më dërguan të shërbeja në një zonë në kanalin e Panamas. Atje u mora me peshkngritje. Ej, ç'kemi Alex? Për çfarë të ka kërkuar trajneri i boksit? Po ja, ai mendon se duhet bëjmë pjesë e skuadrës së boksierëve. Ashtu? Ke ndërmend ta pranosh këtë ofertë? Që ç'ke me të? Shikoj pak muskujt e mi. Pse të mos i vën punë për diçka të dobishme? Po ti vë ato në punë sa herë që kthen ndonjë birrë. Ndonjë? Lago, unë përleshem çdo natë me antarët e ekuipazhit. Nuk e di se si ja bën Thompson. Praktikohem, o Tom Trimi. Praktikohem. U bëra pjesë e skuadrës së boksit dhe krenohesha për forcën që kisha. Megjithse shumë nga luftimet e mia bëheshin jashtë ringut. Nëse nuk pija, nuk argëtohesha, por kur pija futesha në telashe. Çfarë të ka ndodhur, Plako?
Më goditi një polic me shkop gome. Besoj se e ke marrë mësimin tani që të mos pish më dhe të mos shkaktosh me trazira. Kjo ishte pak e befasishme për mua. I polici ishte shumë i shpejt me shkopin e tij, më i shpejt se grushtet e mi. Mos më thuaj që të kapi duke u zënë me ndonjë. O jo, unë thjesht po hidhja disa shishe bosh mbi çati. Ai mu qep nga pas. Unë u tërhoqja për ta goditur në një vend pa dritë. Ti duhet të bësh boks vetëm në ring, Ormik. Po, por shumë nga kundërshtarët e mi gjenden në rrugë. Ose lokaleve. Ti kanë qepur plagët apo jo? Mi qepën që të shke me to edhe më bën edhe disa RZX për të kontrolluar nëse kisha ndonjë pikse gjaku. Vë bas që tani janë telashe të mëdha me flotën detare. Po unë jam rregjur me telashet, Ormik. Po si, sigur nuk të njohën ti. Ti bësh i rrezikshëm kur pi Alex, ndaj mos më kërko të shoqërohem më me ty. Alkooli dhe zëngat ishin pjesë e jetës time tashmë. Qëndrova në Panama për 1 vit e gjysmë dhe më pas u transferova në qytetin e Atlantikut. Një natë të ftohtë dhjetori i mora borxh makinën një shoku dhe ja shkatrova. Ambulanca më mori dhe më dërgoi në spitalin e qytetit të Atlantikut. Por ditën tjetër më dërguan në një spital pranë stacionit të flotës ajrore. Një oficer i cili më kishte për zemër, erdhi të më vizitonte. Fola me Tomin. Ai më tha se makina e tij është e siguruar. Ti duhet të paguash vetëm $100 para se sigurimet shoqërore të mbulojnë pjesën tjetër të parave. Gjysmë e së keqes. Duke parë se sa keqesh ka të ndisur makinën, nuk mendoj se do të mund t'i mbuloj të gjitha shpenzimet i vetëm. Sot në mëngjes e nxorën nga këneta. E di cila është pjesa interesante. Të gjitha dyert ishin të mbyllura dhe nuk mund të hapeshin. Pyes veten si ja bëre për të dalë jashtë. As që e kam iden. Base dera e përparme është mbyllur për shkak të rrymës së ujit. Sidoqoftë ti je me të vërtet me fat. Doktori thotë se është mrekulli që dikush t'i mbijetojë një aksidenti të tillë. Makina është bërë cop. E di. Edhe faleminderit Zotit që nuk kam asnjë kockë të thyer. Atëherë nesër mund t'i kthesh detyrës. Çfarë thua? Nuk bëhet fjalë. Mua më dhëmi të gjithë muskujt e trupit. E diti që më kishin ngrirë rrobat në trup mua? Doktorët u detyruan të mi grisnin. E di. E po, fola me kapitenin për ty. Besoj se do t'ja hedhësh lehtë, duke qenë se askush nuk është lënduar. Ti she pirë sërish, apo jo? Po ta marrë mirë, apo. Por i kam dhënë fund tani. Që këtë jetutje nuk do të pima. Një i alkoolizuar është i Zotit të bëj zotime. Për t'i mbaj ato është çështje tjetër. Unë qëndrova papir vetëm për disa muaj. Por shumë shpejt ju ktheva sërish alkoolit dhe një herë pasi u deha, ra një djalë. Policia më kërkoi për një farë kohe dhe në fund më kapi të fshehur poshtë një ndërtese. Ditën tjetër dënimi i gjyqtarit ishte ose të bëja 90 ditë burg ose të paguaja një gjop për $110. Kështu i telefonova nënës dhe ajo më dërgoi para. Më nxorën nga flota detare dhe sërish oficeri erdhi të më shpëtonte. Thompson, kalova një orë gjysmë sot duke biseduar me kapitenin. Mos më thuaj që do të më jap ndonjë dënim. Nuk e besoj. I thash që shërbimi tënd po i afron fundi dhe mendova të të merrja dhe të të mbaja larg pjesë derisa të lirohesh përfundimisht. Mendon se mund t'ja dalësh? Pa pikë dyshimi, Ormik. Të jap fjalën se nuk do të fus asnjë glonk në gojë deri ditën që do të mbaroj shërbimin. E kam me të vërtetë. Megjithëse kam frikë. Edhe bën mirë të kesh. Kur jam mesëll shkoj mirë me të gjithë, por kur dehem përfundoj gjithë një në zënka edhe shumë veta lëndohen. E di. Mbase do të vinin mend nëse për një herë të vetme do të krindeshe me dikë që do të zhtopte në dru. Edhe mund të ndodh. Por unë kam frikë se ndonjë ditë do të përfundoj duke vrarë ndonjë. Thompson, mbase do të dukemi marrë me këtë që po të them, por përse nuk provon të flasësh një herë me kapelanin? Cilin prej tyre? Çrëndsi ka, e njërin. Mund të të ndihmoj. Kjo është historia, kapelan. Edhe jam i shqetësuar. Duket sikur jam dy njerëz të ndryshëm. Kur jam mesëll gjërat shkojnë për mrekulli, por kur dehem gjithnjë përfundoj në zënkat me të tjerët. Më tërko pak për të shkuarën tënde. A ka qenë alkooli një problem në familjen tënde? Të dy prindrit e mi pinin. Nëna pinte më shumë se babai. Atëherë këtë probleme ke marrë nga familja. Me sa duket po. Gjyshi im ishte një i alkoolizuar i njohur në vendlindjen e tij. Ai ishte dentist në Skoci dhe grindej me të gjithë. Më pas u bë besimtar dhe e solli familjen e tij në Amerikë. Tani ai ju flet dajave të mi për ferrin. Po flet për gjyshin nga ana e nënës apo jo? Po, babai mbeti jetim kur ishte i vogël. A të kanë çuar ndonjëherë në kishë prindërit? Babai më çonte gjithnjë, ndërsa nëna nuk ka shkuar asnjëherë.
po gjatë kohës që ke shërbyer këtu, a ke shkuar në ndonjë nga shërbesat? Asnjëherë. Atëherë unë mendoj se ekziston diçka që mund të bësh. Ashtu? Çfarë? Mendoj se duhet të marrësh një zotim. Çfarë zotimi? Unë do të të sjell një Bibël. Do të vendosësh dorën mbi të dhe do të betohesh se për një vit nuk ke për të futur në gojë asnjë lloj pijeje alkolike. Mendon se ka për të funksionuar? Me shumë të tjerë po. Pastaj ja vlen të provosh. E po mirë, nëse ju e thoni, ku është Bibla? Ja, prit. Herën e fundit që e kam parë ishte këtu në raft. Pa të shojmë... ja ku është. Mirë pra, Thompson. Dorën e majt, vendoseni mbi Bibël. Të djathtën, ngrijeni lart dhe përsërisni fjalët e mia. Ju përmbajta zotimit që bëra për të mos pirë, sepse pas 3 muajsh do të mbaroja shërbimin. Pasi u ktheva në shtëpi fillova të punoja shumë. Qëndroja i fortë edhe kur kolegët më përgjeroheshin që pas punës shkoja me ta për të pirë ndonjë birrë. Vazhdoja i refuzoja dhe madje u shpjegoja arsyeën pse nuk pranoja, derisa një ditë rash në kurthin e tyre. Atë natë ata duhet të më çonin në shtëpi, por kisha pirë shumë. Mëngjesin tjetër pantallonat ishin ngrisur dhe majet e këpucëve ishin gërvishur sepse i kisha tërhequr zvarr rrugëve. Pas kësaj fillova të pija më shumë se çdo herë tjetër. Më morën patentën për një vit, kështu që shkova në Florida. Prej andej mora avionin për të shkuar në Alaskë, ku bëja punë të ndryshme. Por ndryshimi i vendit nuk funksionoi ashtu si funksionoi zotimi që kisha bërë më parë. Kur u ktheva në shtëpi u njoha me Ailinën dhe filluam të dilnim së bashku. Edhe familja ime nga Skocia është, Alex. I mat është inspektori gurores në qytet. Me të vërtet? Po, edhe vëllezërit e mi atje punojnë. Është punë e vështirë apo jo? Për mua po njerë. Ja përse fillova punë në një zyrë. Më vjen mirë për ty, ndryshe nuk do të kisha njohur. Je shumë i ëmbël. I ëmbël? Askush nuk ka quajtur të tillë më parë. Mbase nuk të njohin aq sa duhet. Unë vetëm grindem edhe nuk pranoj asgjë nga të tjerët. E po, unë mendoj se ti ke më shumë fjalë se sa vepra, Alex. Duhet thjesht ti marrësh gjërat shtruar. Po, mbase ke drejt. Duhet i marr gjërat shtruar. Ne u martuam në gusht të vitit 1957. Unë isha 27 vjeç, koha e dur për t'i marrë gjërat shtruar. Por nuk ndodhi kështu. Ailina kishte menduar se mund ndryshoja gjatë rrugës, por si gjithë gjërat e tjera që kisha provuar, edhe martesa nuk funksionoi. Isha një pianec i pa shpresë. Djali ynë i parë lindi 1 vit pasi ishim martuar. E lash punën në kompaninë e aeroplanëve dhe shkova të punoja në Gorore. Puna ishte shumë e vështirë, por unë ende nuk e kisha provuar sepse pija vazhdimisht. Alkooli bënte që të kaloja shumë kohë larg punës. Pas 3 vjetësh, i me shoqe filloi të dëshpëroj tej mase. Alex, prap në shtëpi do të qëndrosh sot? Nuk është gjë e mirë, prandaj të lutem, ngrihu edhe shko në punë. Mos bërtit! Mos bërtit! Nuk po bërtas. Toni im nuk është as pak i lartë, por edhe sikur të ishte, ti prap nuk do të ma vije veshin. Shko më merr një pijen në kuzhinë, atë bëj. Oh, ta harrosh. Mbrëmjen e shkuar gati sa nuk i dhe fund të gjitha shisheve që kemi. Në rregull. Më sill ato që ka mbetur pra. Akoma nuk e ke kuptuar që gjëja e fundit që të nevojitet tani është whisky? Po ti nuk e kupton që gjëja e parë që më nevojitet është pikërisht pija? Një glëng do të më ngrinte më njëherë në këmbë dhe atëherë do të isha gati për punë. Po nuk piva do të qëndroj këtu duke u dridhur i tëri. A të ka shkuar ndonjëherë në mendje që djali është mjaft i rritur sa për të kuptuar që diçka nuk shkon me baban e tij? E mirë pra, vazhdo. Përdore djalin si armë kundër meje. Ti je ajo që unë e quaj grua grindavece. Grindavece, the? Po ti isha unë gjysma asaj që ti po thua, ti do të dëgjoje ankesa nga mëngjesi deri në mbrëmje. O, do të ma sjellësh atë pijen, po them apo jo? Jo, nuk do ta sjell. E po mirë pra. Po e morr vet. Alex Thompson, mendoj se ka ardhur koha që ti bësh të gjitha gjërat vet. Çfarë do të thuash me këtë? Dua të them që nuk të duroj dot më. Po të lë, edhe do ta marr edhe djalin me vete. Oh? Vajza e mamit po kthehet në shtëpinë e prindërve? Unë nuk jam vajzë mamaja, por as e jotja nuk jam. Jo ma. Ajo u largua, dhe unë i thosha vetes që nuk kisha nevojë për të.
Për ta vërtetuar këtë qëndrova i pirë për 3 ditë. Gjatë gjithë jetës time si i alkoolizuar, kur nuk kisha pirë ndonjëherë kaq shumë. Ti je i rrezikshëm, Thompson. I rrezikshëm. Nuk do të shoqërohem me ty. Tani je vetëm. Pa shikoje këtë njeri, i ngrirë nga të ftohtit. Nërsa makina është bërë e gjitha cop. Të gjitha dyert janë të mbyllura. Kështu ai do të vdes edhe po të jetë gjallë. Mase do të vinin mend nëse për një herë të vetme do të krindeshe me dikë që do të të shtopte në dru. Ushoni! Mbrëlleni gojë! Largoni! Largoni nga unë! Largoni! Vazhdimisht më kapte një ndjesi mbytëse, sikur të ishte fundi i botës. Bërtisja edhe më pas më kalonte, por ndjesha kaq i dëshpëruar sa doja të vrisja veten. Në dëshpërimin tim i thirra Perëndis. O, Perëndi, të lutem, më dëgjo. Kam nevojë për ndihmë. Të lutem, nuk e duroj dot më këtë gjendje në cilën ndodhem. Po shmendem. Mbase po vdes. Të lutem, më ndihmo. Po vi, mos e mbyll. Të lutem, vetëm mos e mbyll. Alo? Alex, jam unë. Ailina? Nuk më pas ka harruar, apo jo? Alex, nuk dukesh fort mirë. Çfarë po të ndodh? Kam frikë, Ailina. Kam frikë nga e ardhmja. A dëshiron që të vi në shtëpi? Sigurisht që dua. E po unë do të kthehem vetëm nëse ti ndjek një program rehabilitimi për të alkoolizuarit. Si duash ti, më thuaj kur edhe ku të shkoj. Kam folur me një qendër, por më kanë thënë se ti duhet të telefonosh vetë atyre. E çfarë t'ju them? Shumë e thjesht, thuaju që ke nevojë dhe që kërkon ndihmë. Telefonova në qendër dhe një burr erdhi menjëherë në shtëpi. Ai më tregoi se si një program në qendër e kishte ndihmuar të jetonte larg alkoolit dhe që kjo mund të ndodhte me mua gjithashtu. Me ndihmën e këtij programi unë arrita të qëndroja esëll. Alex, do të çoj Georgi në shkollën e së dielës këtë mëngjes. Por do të shkojmë edhe në shërbes. Dëshiron të vish me ne? Edhe mund të vi, por për çfarë? Si për çfarë? Po më shiko Ailina, unë jam esëll, pa dhimbje koke, pa dridhur edhe pa futur asnjë pikë alkool në gojë. Çfarë mund të kërkoj më shumë një njeri? Mund të kërkoj jetë të re në Krishtin. Jetë të përjetshme. Sidoqoftë. Jezusi tha, ai që jeton e beson në mua, nuk do të vdes kurrë për jetë. Si është e mundur që ti di kaq shumë gjëra për Krishtin? Kur isha e vogël shkoja në kampe, edhe atje kam bërë lutjen e shpëtimit. Po ç'ne që nuk më ke folur asnjëherë më parë? Alex, më vinte turp të ta tregoja, sepse kur të kam njohur, unë nuk po jetoja ashtu siç donte Perëndia. Tani e di që kam gabuar dhe jam penduar për gjithçka. Dua të kem sërish një marrëdhënie me Jezusin. Edhe dua që djali të shkojë në kish. Përse nuk vjen me ne? Në rregull, do të vi. Në një nga këto ditë. Ailina filloi ta çonte rregullisht djalin në kish. Kështu një herë në disa kohë unë shkoja me ta. Një të diel kur po lyeja gardhin, pastori erdhi të më takonte. Alex, nuk dua të ndërpres punën. Faleminderit. Ndryshe boja do të thaj. Edhe shpirtrat mund të thanë, nëse nuk marrin ujin e jetës. Çfarë do të thuash me këtë? Uji i jetës është fjala e Perëndis, Alex. Aha. Ailina më ka treguar që gjyshi yt ka qenë nga Skocia. Është e vërtetë. Gjithashtu më ka treguar se ai u shpëtua kur ende rrugëve i pastre. Edhe kjo është e vërtetë. Ai më ka treguar shumë histori nga Bibla kur kam qenë i vogël. E doja shumë. Po ti pse nuk shpëtohesh, Alex? Nuk e di. Nuk e kam menduar ndonjëherë arsyen. Po a e di që Perëndia të do? Duhet të më doj përderisa jam ende gjallë. Në fakt, unë duhet kisha vdekur shumë kohë më parë, kështu që duhet të më doj. Unë dua të të tregoj atë që thot Bibla. Është një hir i Zotit që nuk jemi shkatruar plotësisht, sepse mëshirat e tij nuk janë shkatruar plotësisht. Për të rritën çdo mëngjes, e madhe është besnikëria jote. Ke shumë të drejtë. Shpresoj të të shoh në kish javën e ardhshme, Alex. Mos mendoni se mund të shpëtoheni me anë të veprave të mira që bëni në këtë botë.
Perëndia ju njeh mirë si jeni, nga brenda edhe nga jashtë. Edhe një ditë do të qëndroni para tij për t'u gjykuar. Tek libri i Predikuesit, kapitulli 12, vargu 14 thuhet: sepse Perëndia do të vërë të gjykohet çdo vepër, edhe çdo gjë që është fshehur, qoftë e mirë apo e keqe. Po ju, si do t'i shlyeni fajet që keni bërë? Në fakt nuk do të mund t'i shlyeni, sepse Bibla është fjala e Perëndisë dhe ajo thotë se paga e mëkatit është vdekja. Ja pse Perëndia dërgoi Jezusin, që të paguante çmimin për ne. Ai mori vendin tonë në kryq, në mënyrë që ne të merrnim drejtsinë e tij, sepse paga e mëkatit është vdekja, por dhurata e Perëndisë është jeta e përjetshme në Jezus Krishtin, Zotin tonë. E shihni pra miqtë mi, shpëtimi është dhuratë nga Perëndia. Ju nuk mund ta fitoni ata. Madje nuk e meritoni, sepse me anë të hirit jeni të shpëtuar nëpërmjet besimit, edhe kjo jo prej jush, por është dhurata e Perëndisë, jo prej veprave, që askush të mos mburret. Ju duhet vetëm ta falenderoni Perëndin për këtë dhuratë madhështore. Të pendoheni për mëkatet tuaja tani, edhe më pas ta pranoni këtë dhuratë për ta marrë shpëtimin. Predikimi i tij më bindi se isha mëkatar dhe kisha një luftë të brendshme. Një mëngjes shkova vetëm në kishë. Në kishën ku isha martuar, por atje nuk kishte njeri. Në qetësinë e atij vendi, ndjeva që Perëndia i foli zemrës time, duke i thënë se isha në vendin e duhur. Atë ditë u theva nga gjërat e këqija që kisha bërë dhe u pendova përpara Perëndisë. Ja dorëzova jetën time Jezus Krishtit, dhe paqja e Perëndisë që ja kalon çdo zgjuarësie më preku përgjithënjë. U bëra njësoj si gjyshi im. Ju flisja të gjithëve për shpëtimtarin. E kujt ka qenë kjo Bibël e vjetër, Alex? Me sa duket e gjyshit tim. Që nga shumë e konsumuar. Ai duhet ta ketë lexuar shumë. E lexonte çdo ditë. Shiko këtu ana shfaqjes. Ky është shkrimi i gjyshit. E kam parë edhe në vende të tjera. Çfarë ka shkruar? Pas ka shkruar datëlindjen time dhe thot: sot unë, Aleksandër Mekfediani, ja kushtoj nipin tim të sapo lindur, që gjithashtu quhet Aleksandër, Zotit Jezus Krisht. Oh, sa bukur. Nuk e dija këtë, Elina. Beson se kjo ka ndikuar që unë të vija tek Krishti? Po, e besoj. Ti je prova e besimit të gjyshit tënd. Ashtu është. Dhe e besnikërisë së Perëndisë. Ne qëndruam në Pensilvani për disa vjet dhe më pas u shpërngulëm në Idaho, ku blem një fermë të madhe 40 akër së bashku me baktin që ishte në të. Perëndia na dha 3 djemë dhe një vajzë të cilëve ju pëlqente të shëtisnin. Kudo që jetonim unë isha dhjak në kishën ku shkonim. Pas disa vitesh e shitëm fermën në Idaho dhe blem një tokë të madhe 80 akër në Montana. Edhe atje unë isha dhjak në kishë, por shumë shpejt gjërat do të ndryshonin. Çfarë të tha pastori? Ai më kërkoi të jap mësim në një kishë tre që ka ngritur në bonërsferi të Idahos. Po ky është një nder i madh, Alex. Po, por është shumë larg, Elina. Më duhet të udhtoj 96 kilometra për të shkuar atje. Çfarë do të bësh? Do të pranosh? Nëse kjo është ajo që Zoti dëshiron nga unë, sigurisht që do të pranoj. Pra nga libri i Levitikut, kapitulli 17, vargu 11, shohim se është gjaku që bën shlyerjen e fajit për jetën. Dhe është gjaku që Krishti derdhi në kryq, që paguan pagën e mëkateve tona. Përveç gjakut, asgjë tjetër nuk mund të na pastroj. Jezus Krishti, biri i Perëndisë, u bë qengji, i cili sakrifikoi veten sepse na deshi. Tek letra e parë e Gjonit, kapitulli 2, vargu 2, thuhet: Ai është shlyesi për mëkatet tona, dhe jo vetëm për tonat, por edhe për ata të gjithë botës. Për një vit udhtoja me makinë për të dhënë mësim. 30 njerëz pranuan Krishtin gjatë gjithë atij viti. Brenda një nate u shpëtuan 5 djem. Ata më kërkuan të bëhesha pastori tyre, por nuk ishte ky drejtimi që unë duhej të merrja. Nuk kaloi shumë kohë dhe një pastor i ri zuri vendin tim. Unë u ktheva në kishën time. 5 vjet më pas pastori u largua dhe më kërkuan që të shërbej atje për një kohë të gjatë. 8 muaj më vonë kërkuan sërish të bëhesha pastori i tyre. Pranova dhe qëndrova atje për 3 vjet, derisa udhtimi me makinë më lodhi më shumë se ç'duaj. Unë shkoja në shtëpi 2 herë në javë. Sa bukur që është këtu, Alex. Shumë bukur. Por të kujdesesh për bagtinë dhe drejtosh fermën është punë e lodhshme. A ke menduar më për të marrë klient? Ta kthenin fermën në një vend ku njerëzit kalonin pushimet, por më parë do të na duhet të bënim disa ndryshime. E po, mund ta nisim duke shërbyer mëngjesin edhe duke ofruar një vend për të fjetur. E pse jo?
Mjaft që të gjejmë mënyrën për t'i dhënë lavdi Perëndis me gjërat që bëjmë, pa i lejuar pijet alkolike. Mund të vendosim një Bibël në përdhoma, të lutemi para se të ham edhe të flasim klientëve për Zotin sa herë që të na jepet mundësia. Më thuaj çfarë nevojitet për shërbimin e mëngjesit. Për pjesën tjetër do të kujdesem vetë. Gjithashtu, mund të ndezim një zjarr të madh, edhe ta kalojmë natën duke treguar historitë e Biblës, ose duke ndarë dëshmitë tona. Njerëzit mrekullohen kur dëgjojnë dëshminë tënde, Alex, sidomos për kohën kur nuk e kishe njohur ende Zotin, edhe grindeshe me të gjithë. Me kalimin e viteve shumë njerëz vinin për të kaluar pushimet në fermën tonë. Më pas fillova të ndihmoja njerëz të ndryshëm që vinin në atë zonë. Ne i çonim gjyqtarët në pyje për 10 ditë dhe i ndihmonin të ngrinin kampe ku mund të gjuanin drerë. Ne i përgatisnim ata për gjuhëti. Kemi punuar me të ftuar të njohur, aktor, këngëtar dhe politikan. Alkooli ishte i ndaluar në kamp. 3 vite më parë ne e shitëm fermën dhe u shpërngulëm në Florida dhe shërbejmë në burgje dhe spitale. Kemi mundësinë t'ju flasim njerëzve për Jezusin, atë që na shpëtoi. Dëgjues të dashur, Perëndia ka një plan të mrekullueshëm edhe për jetën tuaj. Gjithçka fillon te kryqi, sepse Perëndia nuk e dërgoi birin e vet në botë që ta dënoi botën, por që bota të shpëtohet prej tij. Nëse do donit ta pranonit atë si shpëtimtarin tuaj, do t'ju ftohet luteshit së bashku me mua tani. Atë qellor. Jam një mëkatar që vi tek ti sepse besoj se Jezusi vdiq për mëkatet e mia. E besoj se ai u ringjall dhe jeton përgjithmonë. Më shpëto, Perëndi. E janë zemrën dhe në jetën time dhe më bëj më shumë si Jezusi. Në emrin e Tij unë lutem. Amen. Nëse jeni lutur së bashku me mua, ju ftoj të na shkruani dhe ne u dërgojmë më shumë materiale që do t'ju mësojnë se si të ecni në këtë jetë të re. Adresa jonë është Radio 7 Kutia Postare 2914 Tiranë, ose më na dërgoni një email në info@radioviz7.net. Ndoqët programin me numër 311. Kjo ishte historia e vërtetë e Alexander Thompsonit. Të lirë nga pranga të prodhuar nga Pacific Garden Mission dhe u soll për ju në gjuhën shqipe nga Radio 7 në Tiranë, për të treguar nëpërmjet historive të vërteta se nëse jeta juaj është bosh, ajo mund të mbushet derisa të derdhet. Do të ishte kënaqësi të dëgjonim se si ka ndikuar këto programe në jetën tuaj, ndaj mos harroni të na shkruani. Deri herë në ardhshme bashk, miru dëgjofshim.